Rreth flamurit të përbashkuar, me një dëshire, një qëllim, të gjitha ti duk ju betuar, ta lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur radhëtar, kush është burrë, nuk frikohet, po vdes si një dëshmar. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur radhëtar, kush është burrë, nuk frikohet, po vdes si një dëshmar. Përshëndetje të nderuar të pranishëm, të nderuara familje të dëshmorëve Mehdi e Suleman Bytyqi, të nderuar bashkëluftëtar të Mehdiut e Sulemanit, të nderuar veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuar kryetari i komunës së Trënasit, zotëri Ramiz Ladrovci, nderuar zotëri Ragip Gjoga, babai i dy superyjeve tona të Olantit e Granitit. Nderuar deputet zotëri Ferhat Shala. Nderuar kryetari i komunës së Malisheve zotëri Ekrem Kastrati. Nderuar zotëri Bislim Zogu. Nderuar drejtari i shkollës së mesme, fillore të mesme të Olët, Mehdi e Suleman Bytyqi, zotëri Durmir Shkurti. Si dhe ju të gjithë të pranishëm, bashkëtar, biznese e ju sportistë të dashur. Me lejoni që hapjen e kësaj nate finale të hapin me 1 minutë ndërim për një ndër organizatorët të turnirit, tashme të ndjerë, shokun dhe bashkëtorin tonë Bashkim Bytyqi, i cili para disa jave tragjikisht në vendin e punës në Itali humbi jetën. I len i qoftë dhe e Kosovës. Jemi munduar që sa do pak të nderojmë dhe falenderojmë kontributin që ka dhënë në organizimin e turnirit tradicional Mehdi dhe Suleman Bytyqi. Andaj, për t'i dhënë familjarëve, kreut e familjes zotëri Kujtim Bytyqit, një mirënjohje në shem falenderimi për kontributin e dhënë, ftojmë administratorin e fshatit Bytyq, zotëri Halit Bytyqin.
rastet e tilla e prekin çdo njeri, e sidomos njerëzit e afërt, familjarët, miqtë e ngushtë që kishte bashkimi, por edhe gjithë njerëz e afërt të bashkimit dhe familja duhet të jenë shumë krenar për atë se çfarë ka lënë prapë bashkimi. Të nderuar të pranishëm, sonte jemi mbledhur këtu në natën finale të turnirit më të madh në rajon e me gjerë, turniri tradicional me Medje dhe Sulejman Bytyqi. Për të nderuar, për kujtuar sakrificën dhe veprën e lavdeshme të dy heronjve tanë. Sot, para 25 viteve, me 16 prill 1999, po në këtë vend, dy trima tanë, sy pa trembur, me Ediju e Sulejmani, i dolën përballë armikut serb në mbrojtjet e fshatit dhe Dheu. Ata, në këtë ditë, ranë heroikisht, por gjaku i tyre dhe i shumë bashkëluftëtarët e tyre të veshur me uniformën më të bukur që kishte 3 shkronjat e arta UÇK, u bë themeli më i fortë i lirisë dhe shtetit e Kosovës. Ata ranë heroikisht për të mos vdekur kurrë. Po për ne, gjaku i tyre duhet të jetë frymëzim, dëshirë, vullnet, që të punojmë që Kosovën të bëjmë një vend të zhvillimit, të arsimimit, të sportit, të suksesit, që amanetin e dëshmorëve e martirëve të rënë për liri ta çojmë në vend. Me lejoni që tani para jush të shpalos mbarvajtjen e turnirit. Turniri tradicional me Medje dhe Sulejman Bytyqi filloi me datën 1 prill 2024, ku për 15 net me radhë, mbi 100 ekipe pjesëmarrëse nga e gjithë Kosova, me sportistët më të mirë të futbollit vendor e futsallit, na dhuruan emocione, adrenalin, spektakel e gjithçka tjetër, që e bën që ky turnir të marrë vëmendje mbar kombëtare. Një falënderim shkon për gjitha bizneset, bashkëdhëtarët tanë të cilët jetojnë në diasporë, veteranët e ushtrisë trimtare të Kosovës e shumë njerëz vullnetit mirë, që kontribuan që kjo ngjarje të bëhet kaq madhështore. Me lejoni që tani, për një fjalë rasti, të ftoj kryetarin e komunës së Drenasit, zotëri Ramez Ladrovci. Shumë nderuar familjarë të dëshmorit me Medje Sulejman Bytyqi, nderuara familje dëshmorëve, shumë i dashur Agip, si që tha dhe parafolësi ynë, babaj i 2 djemëve shembull në sportin e Kosovës po dhe Valxhem, të granitit dhe tavlondit, i nderuar deputet zoti Shala, zoti Gane, nderuar kryetar i komunës Malisheves, nderuar pranishëm mësime emën e nverë ju të tjerë që jeni këtu, sot është përvjetori i rënies heroike të Medje Sulejman Bytyqit, njerit prej cilve kam pas fatin që jam studime bashkë. Ata janë shembulli më i mirë i frymëzimit rinisë, jeta, vepra dhe rënja tyne është e jashtëzakonshme dhe është frymëzim për gjithë rinin tonë. Unë ju përgëzoj edhe ndi keqardhje për organizatorin që tani më nuk është njët, po ju përgëzoj për organizimin ka shtë mirë të një turniri tradicional që po e bëni, dhe ne si komunë ju kemi thonë që nuk kemi me mundësi, po të kupa këto janë mundësia më vogël që e ka thonë komuna. Unë e sonte i përgëzoj 2 ekipe që janë finaliste, ta bojnë një lojë ferë korrekte dhe na të knoqëm gjithë bashkë. Urime e suksese. Faleminderit të nderuar kryetar, tani për një fjalë rasti ftoj të nderuarin dhe shumë të respektuarin zotëri Agip Gjaka dhe njëherët i urojmë
për shpollin kampion të Superyllit tonë, Granit Xhaka në Bundesligën e Gjermanisë. Mirë se keni ardhur këtij turniri. E përgëzoj stafin dhe organizatorët e këtij turniri se nuk i harrojmë luftëtarët tonë dhe dëshmorët. I përshëndes familjet e dëshmorëve, dëshmorët, ushtarët e UÇK-s, në emrin tim personal dhe ju falenderoj shumë për pritje dhe që na bëhet deri tash. Të nderuari kryetar, faleminderit, të nderuar të pranishëm, faleminderit të gjithëve. Fitoft mbaj mirë, faleminderit të gjithëve. Faleminderit i nderuar Zotri Rakip Xhaka. Tani për një fjalë rasti ftoj kryetarin e komunës së Malisheves, Zotri Ekrem Kastrati. Nderuar familja Mirella Suleman Bityçi, faleminderit për organizimin, nderuar kryetari Burës Dernosit Ladrosi, deputet Parlamentit Kosovës Shala Krasniqi, të nderuar gjithë pranishëm se cili për juve meriton që t'i presh ne emën banan, po kjo është gjë e pamundur, prandaj për mua është kënaqësi dhe nder i veçantë që marr pjesë për herë dytë në këtë turnir madhështor, sa më shumë që i kujtojmë dëshmorët dhe i rikujtojmë apo i risjellim në kujtesën tonë, aq më mirë dhe më fort do të jetë ardhmja jonë. Prandaj urime e gëzuar lavdi veprës dhe angazhimit për liri familjes Bityçi dhe dëshmorët, të gjithë dëshmorët e Kovit në krye me komandantin tonë legjendar Adem Jashari. Urime suksesi. Faleminderit i nderuar Zotri Kastrati. Tani për një fjalë rasti ftoj zyrtarin komunal të komunës së Lipjanit, Zotri Rinar Muratin. Të nderuar familjarë të dëshmorëve dhe martesave të luftës, në veçanti familjarë të dëshmorëve Mehmet dhe Suleman Bityçi, të nderuar kryetar komunash, deputet dhe gjithë ju të pranishëm. Datat e prillit na e rikthejnë dhimbjen për mbi të gjitha nderin dhe krenarin për gjithë ata që ronë për lirinë e Kosovës. Në emër edhe të kryetarit të komunës Zotri Ahmeti, ju përgëzojmë për këtë organizim dhe sukseset të dy ekipeve, në veçanti ekipit nga Lipjani që bart emrin e shushtarit të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, Milazem Petrova. Lavdi. Faleminderit i nderuar Murati. Tani për një fjalë rasti ftoj deputetin e Parlamentit të Republikës Kosovës, Zotri Ferhat Shala. Nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar përfaqësues të familjeve të dëshmorëve Bityçi, organizatat veteranëve, të nderuar kryetar Ladrosi, kryetar komunës Malisheves, të nderuar të organizatorit ju falenderoj, sepse ndihem organizator në këtë vend, në këtë fshat, në këtë përvjetor të lavdishëm të bashkëluftëtarëve të mi. Urime turniri qofshi të ndritur gjithmonë, ashtu si që ishin dëshmorët e kombit, ata ishin punëtor arsimi dhe po vazhdojnë në arsimojnë e edukojnë me kulturën sportive sot. Urime sukseset gjithëve, ju falenderit për pjesëmarrjen. Ju falemderit i nderuar Zotri Shala. Tani për një fjalë rasti ftoj Enver Hajdarin nga shoqatat e dala nga lufta. Të nderuar pranishëm, të nderuar bashkëqytetar, të nderuar kryetar komunash, deputet, veteran dhe invalid të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, sportistë të dashur. Sot jemi mbledhur këtu në këtë ndeshje finali të futbollit me një qëllim të shenjtë dhe të rëndësishëm për të nderuar dhe kujtuar dëshmorët Mehdi dhe Suleman Bityçi.
Kjo është një ditë e veçantë që na ndihmon të reflektojmë në sakrificën dhe guximin e tyre. Me lejoni që ne me të organizatat të tonë nga lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dega në Drenas, që ju përshëndes ju të gjithëve dhe gjithë sportistë dhe kem derën dhe respektin tonë të thellë për t'i nderuar dëshmorët. Ky organizim në këtë turnir të futbollit tashmë tradicional për dëshmorën Sulejman Bytyqi dhe dëshmorët e tjerë në emrin të tyre nuk do të harrohen asnjëherë dhe ata radhë që sot të festojmë të lirshëm dhe të zhvillojmë ndeshje futbolli pa frikën e policisë serbe, sepse ushtria shqiptare largoi hordhit serbe me grykën e pushkës. Dy ekipe finale t'ju uroj suksese dhe uroj të fiton më i miri. Urime dhe suksese, lavdi dhe respekt për të gjithë të ranët e lirisë të gjitha kona, derë dhe respekt për familjet e tyre, krenar me ushtrisë shqiptare të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit i nderuar Hajdari, tani në emër të dy familjeve të dëshmorëve, ftoj djalin e Sulejman Bytyqi, zotëri Bledi Bytyqi. Të nderuar dhe shumë të respektuara familjet të dëshmorëve, invalid dhe veteran të luftës, i nderuar i kryetari Ladrovci, i nderuar Ragip Xhaka, Ferhat Shala, gjithë të pranishëm, jemi mbledhur sonte këtu që të nderojmë jetën, veprën dhe sakrificën e dëshmorëve Mehdi dhe Sulejman Bytyqit. Është nder, krenari dhe një emocion i veçantë që turniri që organizohet për këta dëshmorë ka arritur në këtë pikë kulminante. Sot nuk jemi vetëm organizator, nuk jemi vetëm kryetar komunash, nuk jemi vetëm sportashës, sot jemi shqiptarë. Jemi mbledhur këtu për të nderuar jetën dhe sakrificën e dëshmorëve Mehdi dhe Sulejman Bytyqi. Uroj dhe shpresoj që turneu të përçojë mesazhet e tilla bashkimin për gjithmonë dhe të arrijë në masat më të larta të mundshme. Ju falenderoj secilin veç e veç për gjithë që keni kontribuar në organizimin e këtij turneu, pasi që pa ju prej bizneset dhe personave individual nuk do të ishte i mundshëm organizimi i këtij turniri, andaj jemi falënderuar secili veç e veç, ne si familja e dëshmorëve dhe si staf organizativ. Faleminderit të gjithëve shumë, lavdi dëshmorëve të lirisë. Respekt. Unë kërkoj folje për ndërhyrje, po mendimi është edhe djali pasi Drifat Nibia dhe Mjashoj të përshëndes shumë. Faleminderit shumë.